Përshëndetje të dashur miq. Sot është 22 prili, që është dita e 57 botërore e tokës. Po, edhe në Kinë tema e këtij viti është të vlerësojmë burimet natyrore dhe të mbrojmë Kinën e bukur. Kjo është pikërisht shprehja konkrete e konceptit të planit të 15 vjeçar për ndërtimin e një Kine të bukur. Ai e kthen objektivin strategjik të vendit në praktik mjedisore, ku mund të marrë pjesë çdo njeri thjesht duke theksuar një perspektivë me bashkëjetesë harmonike midis njeriut dhe natyrës. Po sigurisht, dhe tani le të shohim një video të shkurtër që kemi krijuar me inteligjencë artificiale, pra me rastin e kësaj dite botërore. Të dashur miq, java tematike e këtij viti do të zhvillohet nga 20 deri më 24 prill dhe aktiviteti kryesor është pikërisht në ditën e sotme. Po, sot më 22 prill dhe në fakt që nga marsi Ministria e Burimeve Natyrore ka nisur aktivitete promovimi duke u bërë thirrje krajinave të ndryshme të Kinës pra që të organizojnë aktivitetet përkatëse dhe gjatë kësaj periudhe shumë provinca, rajone e qytete pra kineze kanë reaguar aktivisht dhe kanë zhvilluar veprimtari me karakteristika të ndryshme. Po, për shembull në kryeqytetin Pekin, Ministria e Burimeve Natyrore ka organizuar mjaft aktivitete të pasura si ekspozita promovimit mbrojtësit më të bukur të mjedisit dhe disa veprimtari pamirësie për mbjelljen e pemëve dhe ruajtjen e gjelbërimit. Sigurisht edhe një ekspozitë tematike të fotografisë ekologjike. Krahas këtyre edhe Shoqata e Gjeologjisë e Pekinit ka organizuar studiuesi dhe ekspertët për në shkollat fillore dhe të mesme për të dhënë mësime edukative mbi këtë ditën botërore. Po, ndërsa po të kalojmë pastaj në Shangaj, më 1 prill ky metropoli Kinës Lindore nisi veprimtaritë e muajit të tokës pra të vitit 2026 në pjesën lindore të qytetit me fokus publikimin e rezultateve ekologjike të atij që quhet Parku i Yjeve në 10 vjetët e fundit dhe veprimtaritë përfshinin forume, tregje dhe praktika për të rinj vizitorët, punonësit dhe banorët u ftuan të merrnin pjesë në veprime mjedisore duke zgjeruar konceptin e zhvillimit të qëndrueshëm nga festimet për në jetë drejt jetës së përditshme. Edhe këtu Shoqata Gjeologjike e Shangajit do të organizojë më 25 prill, pra pas 3 ditësh, ekspertë dhe studiues të njohur të shkencave të tokës për të mbajtur fjalime dhe për të zhvilluar shkëmbime me publikun. Po, edhe qyteti tjetër në veri të Kinës, quhet Tianjin, ka organizuar një veprimtari përpara kësaj dite botërore për vëshkim ekologjik të zogjve, i cili ka dhënë një shans të mirë për fëmijët edhe të rinj që të njohin llojet e zogjve. Ky nuk ishte thjesht një mësim ekologjik, por është një praktikë e gjallë për të rinë, për brezin e ardhshëm që të mësojnë rëndësinë e mbrojtjes mjedisore. Të ekologjisë, ndërsa qyteti Hefei, që është kryeqendra e provincës Anhui po në Kinën Lindore, ka organizuar aktivitetin e ndarjes të klasifikimit të mbeturinave, pra me rastin e ditës botërore të tokës, dhe në këtë aktivitet jo vetëm janë përhapur njohuritë mbi klasifikimin si të ndahen pra mbeturinat, por edhe është përhapur koncepti mbrojtjes së mjedisit me anë të lëshimit të ulët të karbonit dhe është krijuar gjithashtu një platformë që lejon prindërve dhe fëmijëve të veprojnë së bashku për ndërtimin e një bashkësie pra të gjelbër, të pastër dhe të qytetëruar. Po, këto aktivitete në Kinë janë një pjesë të përpjekjeve të botës dhe vende të tjera, sigurisht edhe Shqipëria, po veprojnë gjërësisht për mbrojtjen e mjedisit për një planet të bukur dhe të pastër. Po, edhe për fat të mirë, edhe në Shqipëri ka pasur ndërgjegjësim gjithnjëherë më të madh pra për mbrojtjen mjedisore dhe janë marrë
nisma të ndryshme për këtë qëllim, pra për shembull në kryeqytet është zbatuar projekti Green Home Tirana, pra shtëpia e gjelbër Tirana, me synim për të krijuar të ashtu quajturit balkone të gjelbra në qytet, pra ndërsa Korça në Shqipërinë juglindore është qyteti i parë në vend ku nisi të zbatohet nisma qytetet e gjelbra, që ka për qëllim pra shtimin e sipërfaqeve të gjelbra në mbar Shqipërinë. Nga ana tjetër në veri në Shkodër janë ndërmarrë veprime për përballimin e ndotjes së mjedisit në liqen dhe në lumin e Bunës, por një arritje e rëndësishme në Shqipëri sigurisht është krijimi në Vjos i parkut të parë të një lumi të egër në Evropë, që sigurisht do ndihmojnë në ruajtjen e kësaj mrekullie të natyrës shqiptare. Pra të shpresojmë që më shumë nisma e projekte të tilla do zbatohen dhe që përpjekjet pra të bashkëshoqërisë pra për mbrojtjen e mjedisit do të shtohen. Po. Gjithçka jeton dhe zhvillohen nëpërmjet harmonisë së vet, dhe gjithçka plotësohet nëpërmjet ushqimit të vet. Po është një fjalë e urtë kineze e vjetër. Është një shprehje e lashtë që na tregon rëndësinë e ekologjisë. Dhe natyra sigurisht është vatra e të gjitha qenieve, duke përfshirë edhe njeriu. Natyra ka lindur dhe ka ushqyer njerëzit, prandaj ne njerëzit duhet të respektojmë dhe të mbrojmë natyrën e vet. Po, siç thuhet, duhet të ruajmë natyrën e mjedisin ekologjik si sytë e ballit, pra siç ruajmë sytë e ballit, duke promovuar këtë formimin pra e harmoninë, krijimin e një marrëdhënie harmonike njeri-natyrë. Po, përballa vështirësive në menaxhimin global të mjedisit, Bashkësia Ndërkombëtare duhet të mbajë përgjegjësi, të bashkojë forca, të mbrojë shtëpinë tonë të përbashkët të bukur, edhe të ndërtojë së bashku një komunitet të jetës midis njeriut dhe natyrës.